kemi shkëmby ide dhe diskutimet për sa i përket konstruimit të Kuvendit Republikës Kosovës. Qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të mijat janë ato që ju i dini. Unë ato që kam thonë pas çdo dështimit së ancës këtu para jush, ja kam thonë dhe Zotit Kurti përsëri që për PDK-n është shumë e rëndësishme që sa më shpejt zhbllokohet kjo situatë, që të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës e që të hyhet në fatet kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme. Dhe për të ndodhur kjo, padyshim që privilegji kushtetues për ta propozuar kryetaren ose kryetarin i takon partisë që ka dalë para, në këtë rast koalicionit vetëvendosje Guxo Alternativa. Por, me qenë se është hera e parë në historinë e parlamentarizmit në Kosovë, që një parti apo koalicion që s'ka shumicë parlamentare, po kërkon me zgjedh kryetarin ose kryetarin që dëshiron, atëherë normalisht që një gjë e tillë nuk mund të imponohet në mënyrë se siç ka ndodhur deri tash. Kështu që edhe Zotit Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidaturat të tjera. Ashtu që kam thonë edhe juve këtu, ky është qëndrimi i PDK-s. Ne nuk kemi pas qëndrim bllokues mohus. S'na takon neve me asgjë kryetarin e kuvendit partisë që ka dalë para. Asnjëherë në kaluarën nuk është zgjedh, as është votuar një kryetar apo kryetare kuvendit prej atyre që s'kan marrëveshje politike. Ne s'kemi marrëveshje politike. As po merremi me një çështje e tillë, qëndrimet tona ju i dini. Po përkundër kësaj, po them janë që ta votojmë një figurë që mund të jetë e pranueshme dhe tashmë janë spaku dy opsione prej kolegëve të opozitës që janë përmend që mund të kemë votat. Kjo pra ka qenë boshti i diskutimeve. Pjesa tjetër, nën kryetarët as që diskutojnë, as që lidhen me diskutime për kryetarët. Janë çështje ndome. Unë nuk pres në ndryshim, nuk e di, andron, nuk shikoni unë korreksinë e ruaj me gjithë. Edhe me ata që janë korrekt dhe ata që janë korrekt, sepse na takon neve për veti. Unë për ju të regoj që ka kom thonë si Parti Demokratike, si kryetari PDK-s. Namën të Kurtit let ju të regoj najtë që ka thonë, se s'dija ko transkript takimit, por propozimet nuk i japë, sepse s'du me i dëmtu ata që menoj që munden me qenë kryetari, që nëse dëshiron me zhblloku situatën edhe me zgjedh kryetar të kuvendit edhe me konstituu kuvendin, me hi në fatë kushtetuese, me tentu me bu kryeministër, ai duhet qysh sot me ndru kandidat. A ndron, ta shohim, nëse ndron, e kuptoj si vullnet për me zhblloku situatën edhe me konstituu kuvendin. Nuk janë zgjedhja e parë, ama zgjedhjet janë opcion i vërtet. E kemi përmend, nuk kemi diskutu për qyshme, po kemi përmend që nëse ka një blokad, nëse vërtet ka një këmbgulje, një kryenetësi, nga ona vetëvendosjes, që me thonë ja Albulena ja hiq, me bo ma transishme Zojen Haxhiu që po thu tash, se so krejt institucionet e Kosovës, atëherë dorën zamër, ma mirë me shku në zgjedhje edhe nërë. Diskutu për një mundësi të koalicion. Po, jo, më çfarë, jo, më çfarë.